Fillimi i gjithçka i Spitali Qendror i Tiranës ishte i mbushur me zhurmën e zakonshme të një nate pranvere në vitin 1998. Infermierët dhe mjekët vraponte nëpër korridore, ndërsa dhoma e lindjes ishte plot me thirrjet e grave që sillnin në jetë një gjenerat të re. Ishte një natë si çdo natë tjetër, ose kështu mendonte të gjithë. Në dhomën 204, Ledia Mërkuri po kalonte momentet më të rëndësishme të jetës së saj. Një grua e thjesht nga një fshat në afërsi të kryeqytetit. Ajo kishte ardhur në spital së bashku me burrin e saj, Petritin, një mekanik që punonte në një garazh të vogël. Ata kishin pritur këtë moment me padurim për 9 muaj të tërë. "Është djalë", thiri mamia me entuziazëm teksa mbanin foshnën e vogël që sapo kishte ardhur në jetë. Ledia qeshi dhe qau në të njëjtën kohë, ndërsa Petriti shtrëngonte dorën me dashuri. Në të njëjtën kohë, në dhomën e veçantë VP të spitalit, një skenë krejtësisht e ndryshme po zhvillohej. Diana Kelmendi, gruaja e presidentit të shtetit, Artan Kelmendi, po linte gjithashtu një djalë. Rreth saj ishin mjekët më të mirë të vendit, infermiere të përzgjedhura me kujdes, dhe masa sigurie që mbronin privatësinë e familjes presidenciale. "Urime, zonja Kelmendi", tha profesori Altin Hoxha, gjinekologu më i njohur i vendit. "Keni një djalë të shëndetshëm." Diana, e lodhur por e lumtur, buzëqeshi. Në korridorin jashtë dhomës, presidenti Artan Kelmendi pritej me padurim, i rrethuar nga truproja të veshur me kostume të zeza. Kur doli profesori me lajmin e mirë, fytyra e presidentit u ndriçua. Ky ishte trashëgimtari i tyre, djali që do të mbante emrin dhe traditën e familjes Kelmendi. Por në atë natë kaotike, ndodhi diçka që askush nuk e kishte parashikuar. Mamia Vjollca Dervishi kishte punuar në Spitalin Qendror për më shumë se 20 vjet. Ishte një grua e përpikt, e njohur për profesionalizmin e saj. Por ajo natë, gjithçka shkoi keq, 2 fëmijë, të 2 djem, lindën pothuajse në të njëjtën kohë. Në kaosit e natës, me stafin e mbingarkuar dhe dhoma që dukeshin një lloj, Vjollca mori foshnjat për t'i larë dhe përgatit. Ajo i vuri në 2 kosh identike, duke menduar se do t'i kthente me një herë. Por pastaj erdhi një emergjencë. Një grua tjetër në katin e sipërm kishte filluar të humbiste gjak rënd. Vjollca u thirr për të ndihmuar. Në nxitimin e saj, ajo la koshët me foshnjat në dhomën e pastrimit, duke i besuar një infermiere të re që sapo kishte filluar punë. "Çoje këtë tek zonja Mërkuri në dhomën 204", i tha ajo shpejt, duke i treguar një nga koshët, dhe tjetrin tek zonja Kelmendi në suitën VP. Infermierja e re, e shqetësuar dhe e pasigurt, mori koshët, por në korridoret e gjata të spitalit, ajo u ngatërua. Të dyja koshët dukeshin një lloj. Etiketat e vogla me emrat ishin shkruar me dorëshkrim të shpejt dhe të paqartë. Kur arriti në dhomën 204, ajo e dha foshnjën tek Ledia Mërkuri. Pastaj me koshën tjetër në duar, shkoi në suitën VP dhe ja dorëzoi Diana Kelmendi. Askush nuk dyshoi asgjë. Të dyja gratë ishin të lumtura, të zëna me fëmijë që mendonin se ishin të tyre. Petrit Mërkuri e fotografoi gruan dhe djalin e tyre me një kamerë të vjetër dispozitive. Presidenti Artan Kelmendi thiri një gazetar të besuar për të bërë një njoftim të veçantë. Gabimi ishte bërë dhe askush nuk e dinte. Në vitet që pasuan, 2 djem u ritën në 2 botë krejtësisht të ndryshme. Marku, djali që u rit me familjen Mërkuri, jetonte në një apartament të vogël me 2 dhoma në periferi të Tiranës. Petriti punonte nga mëngjesi deri mbrëma në garazh për të mbështetur familjen, ndërsa Ledia merrte qera duke qepur rroba për fqinjet. Ishin njerëz të mirë, të thjeshtë, që e donin djalin e tyre me gjithë zemër. Marku ishte një fëmijë i zgjuar dhe kurioz, që në moshë të vogël ai tregonte një inteligjencë të jashtëzakonshme. Mësonte të lexonte para se të shkonte në shkollë, dhe pyetjet e tij shpesh i habitnin prindërit. "Baba, pse qielli është blu?" pyeste ai teksa ecnin nëpër rrugët me grop të lagjes së tyre. "Sepse kështu e ka bërë Zoti, bir", përgjigje Petriti, duke mos e ditur si të shpjegonte refraksionin e dritës. Marku shkonte në një shkollë publike të mbipopulluar, ku klasat kishin nga 35 nxënës dhe materialet mësimore ishin të vjetra. Por ai shkëlqente. Mësuesit e tij shpesh thonin se ky fëmijë kishte potencial të madh, por familja nuk kishte mundësi financiare për të investuar në zhvillimin e tij. "Nëse do të kishim para, do ta dërgoja në shkollë private", i thoshte Ledia Petritit natën kur fëmia flinte. "Ky djalë meriton më shumë se sa mund t'i ofrojmë ne." "Do të bëjmë çfarë mundemi", i përgjigjte Petriti, duke e ditur që çfarë mundemi nuk ishte asnjëherë mjaft. Ndërkohë në anën tjetër të qytetit, Endri Kelmendi jetonte një jetë krejtësisht të ndryshme.
Në një villë të madhe me obor të gjerë, me pishina dhe dhoma plot me lodra që shumica e fëmijëve mund të ndëronin vetëm, Endri kishte gjithçka që paraja mund të blinte. Prindërit e tij, presidenti Artan dhe Diana, e donin shumë, por dashuria e tyre shpesh ishte zënë pas takimeve diplomatike, udhëtimeve zyrtare dhe përgjegjësive të pafundme të pozicionit të tyre. Endri u rrit me dad, mësues privat dhe bodyguards që e ndiqnin kudo. Shkonte në shkollën më të mirë ndërkombëtare në Tiranë, ku mësohej në anglisht dhe kishte akses në teknologjinë më të fundit arsimore. Por diçka ishte e çuditshme. Endri nuk ishte nxënësi më i mirë në klasë, edhe pse kishte çdo mundësi. Shpesh duke i shpërqendruar, më i interesuar për sport dhe lojëra se sa për libra. Mësuesit e tij ishin të sjellshëm, por Diana shpesh shqetësohej. Pse nuk po merr nota më të mira, pyeste ajo Artanin. Ka mësuesit më të mirë, materialet më të mira, gjithçka, por rezultatet janë mesatare. Është ende i vogël, i përgjigjte Artan. Do të përmirësohet me kohën. Por kohët po kalonin dhe Endri mbetej një nxënës mesatar, pavarësisht privilegjeve të tij. Kur Marku arriti moshën 10 vjeç, kontrastet mes dy jetëve u bën edhe më të qarta. Në shkollën e tij publike, Marku kishte fituar çdo konkurs akademik në të cilin kishte marrë pjesë. Matematika, shkencat natyrore, gjuhët e huaja, ai shkëlqente në të gjitha. Mësuesit e tij i kishin thënë Ledjes që djali i saj kishte potencial për të studiuar në universitet në Evropë. Por kjo duke një ëndër e largët për një familje që mezi arrinte të paguante qiran. Mami, unë dua të bëhem shkencëtar, i tha Marku një ditë teksa bënin detyrat e shtëpisë së bashku në tryezën e vogël të kuzhinës. Ledja e pa me dashuri dhe trishtim në të njëjtën kohë. Dhe do të bëhesh, djali im. Do të bëjmë gjithçka që mundemi. Por gjithçka që mundemi nënkuptonte që Petriti duhej të merrte turne ekstra në garazh, duke punuar nga agimi deri në darkë. Nënkuptonte që Ledja qepte deri në orët e vona të natës, duke e dëmtuar shikimin e saj. Nënkuptonte që Marku veshte rroba të përdorura dhe shihte shokët e tij të shkollës me gjëra që ai nuk mund t'i kishte kurrë. Por Marku kurrë nuk ankohej. Ai e kuptonte situatën e familjes dhe ishte mirënjohës për çdo sakrificë që bënin prindërit e tij. Një ditë mësuesja e tij, Besa, e thirri Ledjan në shkollë. Zonja Mërkuri, tha ajo me seriozitet, djali juaj është talentuar jashtëzakonisht. Do të doja të aplikoja për një bursë për të në një shkollë private. Nuk premtoj asgjë, por ja vlen të provojmë. Ledja ndjeu lot gëzimi në sytë e saj. Ju faleminderit, tha ajo. Nuk e di si të ju falënderoj. Aplikimi u dërgua dhe Marku bëri testin për bursën. Ai u përpoq me gjithë zemër, duke ditur se kjo mund të ishte shansi i tij për një jetë më të mirë. Ndërkohë në botën e Endrit, gjërat ishin më të komplikuara se sa dukeshin nga jashtë. Edhe pse kishte çdo privilegj, Endri nuk ishte i lumtur. Prindërit e tij ishin rrallë në shtëpi dhe kur ishin të zënë me telefona dhe takime. Fëmijët e tjerë në shkollën e tij e shohin si birin e presidentit, jo si Endrin. Ai kishte pak miq të vërtet. Pse nuk luan me ne, e pyesnin fëmijët e tjerë. Por pastaj shiheshin nervozisht të bodyguards që qëndronin pranë. Endri kishte mësuar të ishte i vetmuar në një dhomë plot njerëz. Ai e dinte që ishte i privilegjuar, por nuk e bënte më të lumtur. Shpesh mendonte se do të kishte dashur të kishte jetë më normale, si fëmijë që shihte duke luajtur futboll në rrugë kur limuzina e tij kalonte. Diana e vuri re trishtimin e birit të saj. Çfarë të bëjmë, i tha Artanit një natë. Ka gjithçka, por duket i pakënaqur. Është presioni i pozicionit ton, tha Artan. Kur të rritet, do ta kuptoj. Por Diana nuk ishte e bindur. Kishte diçka më shumë, diçka që nuk mund ta identifikonte. Endri nuk i ngjante asnjërit prej tyre. Jo vetëm fizikisht, megjithse kjo mund të shpjegohej me gjenet e gjyshërve, por gjithashtu në temperament dhe interesat. Kur djemt mbushën 15 vjeç, ndodhi diçka që do të ndryshonte gjithçka. Marku kishte fituar bursën dhe tani shkonte në Kolegjin Ndërkombëtar të Tiranës, ku shkëlqente si një nga nxënësit më të mirë. Por gjatë një kontrolli mjekësor rutin në shkollë, u zbulua se kishte një gjendje të vogël shëndetësore që kërkonte analiza gjaku. Kur rezultatet erdhën, mjeku u habit. Grupi i gjakut i Markut ishte B pozitiv. Mjeku kontrolloi kartelat e vjetra të spitalit dhe zbuloi se Petriti kishte grup gjaku A pozitiv dhe Ledja kishte O pozitiv. Ishte biologjikisht e pamundur që ata të ishin prindërit biologjik të Markut. Duhet të ketë një gabim, tha Ledja kur mjeku e thiri për të diskutuar rezultatet. Sigurisht që është djali ynë. Unë e linda.
Kuptoj që kjo është shqetësuese, zonja Mërkuri, tha mjeku me butësi, por shkenca është e qartë. Do t'ju sugjeroja të bëni një test dhe për të konfirmuar. Ledia dhe Petriti ishin të shkatëruar. Si mund të ishte e mundur kjo? Ata e kujtuan natën në spital, kaosit, nxitimin. A ishte e mundur që kishte pasur një gabim? Testi dhe e konfirmoi atë që ata nuk donin ta besonin. Marku nuk ishte biologjikisht i tyre. Në të njëjtën kohë, për një arsye krejtësisht të ndryshme, familja Kelmendi po kalonte një situatë të ngjashme. Diana kishte insistuar që Endri të bënte një test gjenetik gjithëpërfshirës si pjesë e një kontrolli mjekësor në një klinikë në Austri. Ajo donte të sigurohej që gjithçka ishte në rregull. Rezultatet ishin të papritura. Endri nuk kishte asnjë lidhje biologjike me Artanin apo Dianën. Kjo është e pamundur, tha Artan kur mjeku austriak i shpjegoi rezultatet. Duhet të ketë një gabim me testin. U bëm 3 teste të veçanta, zoti president, tha mjeku. Rezultatet janë të qarta. Ky djalë nuk është biologjikisht i juaj. Dhoma u bë e heshtur. Diana ra në një karrige, fytyra e saj kishte zbehur. Artan qëndroi i ngurtë, duke u përpjekur të përpunonte informacionin. Si mund të ketë ndodhur kjo? Pyeti Diana me zë të përmbajtur. Në lindje ndonjëherë ndodhin gabime, shpjegoi mjeku. Nëse ka pasur një shkëmbim në spital, Artan menjëherë thiri ekipin e tij. Brenda orëve, një hetim i fshehtë filloi. Dokumentet e spitalit u shërtuan, stafi i asaj nate u intervistua. Dhe ngadalë, e vërteta doli në sipërfaqe. Lajmi u mbajt sekret për disa javë ndërsa familje dhe autoritetet përpiqeshin të kuptonin se çfarë kishte ndodhur dhe çfarë duhet bërë më pas. Por në një vend të vogël si Shqipëria, sekretet nuk qëndronin të fshehura përgjatë, veçanërisht kur përfshinte presidentin e shtetit. Një gazetar hetues, Alban Berisha, kishte dëgjuar fshikullima për një hetim të çuditshëm që përfshinte spitalin qendror dhe familjen presidenciale. Ai filloi të hetonte, të fliste me burime në spital, me njerëz të lidhur me administratën. Pjesët e historisë filluan të bashkoheshin. Kur Alban publikoi artikullin e tij, Shqipëria u trondit. Skandali i shekullit, djali i presidentit u shkëmbua në lindje, titullohej në faqen e parë të gazetës më të madhe të vendit. Brenda orëve, historia u përhap në të gjitha media. Televizioni, radio, gazeta, portalet online, të gjithë flisnin për të. Fotot e 2 djemve u publikuan për krah njëra tjetrës. Marku Mërkuri, djaloshi i zgjuar nga periferit, dhe Endri Kelmendi, biri i presidentit, që në fakt nuk ishin në familjet e duhura. Opinionet ishin të ndarë. Disa njerëz ndjenin keqardhje për familjet, duke kuptuar tragjedinë e situatës. Të tjerë akuzonin spitalin dhe sistemin shëndetësor. Kishte edhe ata që spekulonin për teori konspirative. Si mund të ndodhë një gjë e tillë, pyeste njerëzia. Çfarë lloj spitali kemi ne? Presidenti Artan Kelmendi doli në publik për të bërë një deklaratë. Fytyra e tij ishte rënduar nga pesha e situatës, por mbante qëndrimin e një lideri. Familja jon po kalon një moment jashtëzakonisht të vështirë, tha i para kamerave. Kemi zbuluar se djali që kemi rritur dhe dashur për 15 vjet nuk është biologjikisht i joni, por ai do të mbetet gjithmonë djali ynë në zemrat tona. Ndërkohë, po përpiqemi të kuptojmë se si të vazhdojmë përpara në mënyrën më të mirë për të gjithë të përfshirurit, veçanërisht për djemt. Diana qëndroi pranë tij, duke mbajtur dorën e Endrit me forcë. Djali 15 vjeçar duke i hutuar dhe i friksuar, i rrethuar nga kamera dhe mikrofona. Në një pjesë tjetër të qytetit, familja Mërkuri gjithashtu përballonte stuhim mediatike. Reporterët mbushnin rrugën e tyre, duke trokitur në derë, duke u përpjekur të fitonin intervista. Nalini Rehat thiri Petriti teksa përpiqej të mbante gazetarët larg. Kjo është një çështje private familjare, por asgjë nuk ishte më private. Jeta e tyre ishte bërë një spektakël publik. Brenda shtëpisë së tyre të vogël, Marku po përpiqej të përpunonte gjithçka. 15 vjet i jetës së tij kishin qenë një gënjeshtër. Jo, korrigoi veten. Dashuria e prindërve të tij ishte reale, por biologjia, fiset, identiteti i tij, gjithçka ishte në pyetje tani. Çfarë do të ndodh tani? Pyeti ai, duke i shikuar Ledian dhe Petriti me sy të mbushur me lot. Ledia e tërhoqi në një përqafim. Pavarësisht çfarë thot shkenca, ti je djali ynë. Do të jesh gjithmonë djali ynë. Autoritetet sugjeruan që 2 familje të takoheshin privatisht për të diskutuar situatën. Takimi u organizua në një rezidencë shtetërore, larg syve të publikut. Kur familja Mërkuri hyri në sallonin e madhe luksoze, ata ndjen veten krejtësisht jashtë vendi.
Petriti, me rrobat e tij më të mira që ishin ende të vjetëruara, dhe Ledia me një fustan të thjeshtë, qëndronin nervozisht ndërsa prisnin presidentin dhe familjen e tij. Kur Artan dhe Diana hyn, ndjekur nga Endri dhe një ekip këshilltarësh, tensioni në dhomë ishte i prekshëm. Mirë se vini, tha Artan, duke u përpjekur të ishte i ngrohtë pavarësisht formalitetit të situatës. Ju faleminderit që erdhët. Ata ulën në divane përballë njëri tjetrit. Marku dhe Endri u shikuan me kureshtje dhe frikë. Ata ishin të njëjtit moshë, por kishin jetuar jetë kaq të ndryshme. Kjo është një situatë që asnjëri prej nesh nuk e ka imagjinuar, filloi Diana. Por të gjithë duhet të mendojmë për atë që është më e mirë për djemt. Me gjithë respekt, zoni Kelmendi, tha Ledia me zë të qetë por të vendosur, Marku është djali ynë. E kemi rritur, e kemi dashuruar, kemi bërë çdo sakrificë për të. Nuk mund thjesht kuptojmë, e ndërpreu Artan me butësi. Dhe ne ndjekim të njëjtën për Endrin. Ai është djali ynë në çdo mënyrë që ka rëndësi, por biologjikisht Marku është djali ynë, dhe Endri është juaj. Heshtja ra në dhomë. Realiteti i situatës ishte aq absurd, aq i pamundur, megjithatë aq real. Çfarë propozoni të bëjmë? Pyeti Petriti duke folur për herë të parë. Artan mori një frymë të thellë. Jemi konsultuar me psikolog, jurist, specialist të mirëqenies së fëmijëve. Të gjithë pajtohen që situata është e pazakontë, por mendojnë që djemt duhet të kenë mundësinë të njohin familjet e tyre biologjike, duke ruajtur në të njëjtën kohë lidhjet me familjet që i kanë rritur. Çfarë nënkupton kjo në praktik? Pyeti Ledia. Propozojmë një periudhë tranzicioni, shpjegoi Diana. Takim të rregullta, ndoshta fundjavë të alternuara së bashku. Tu japim djemve kohë të njohë të gjithë. Marku foli për herë të parë. Dhe pastaj, pas periudhës së tranzicionit, kush vendos se me kë do të jetoj? Pyetja e tij ishte e thjeshtë por thelbësore. Të gjithë e shikuan dhe askush nuk kishte një përgjigje të thjeshtë. Disa njerëz argumentonin që djemt duhet të ktheheshin te familjet e tyre biologjike. Gjaku është gjak, thonin ata. Marku i përket familjes Kelmendi, dhe Endri i përket mërkurve. Të tjerë argumentonin se dashuria dhe edukimi ishin më të rëndësishme se biologjia. Nuk mund të shkulesh një fëmijë 15 vjeçar nga e vetmja familje që ka njohur, protestonin ata. Në mediat sociale, debati ishte i ashpër. Hashtagët si gjaku është gjak dhe dashuria është familje trenduan për javë. Njerëz nga e gjithë bota ndiqnin historinë, duke dhënë opinione dhe këshilla. Presidenti po përpiqet të vjedhë djalin e familjeve të varfëra, shkruanin disa komentatorë. Ai do ta përdor pozicionin e tij për ta marrë Markun. Jo, familja Mërkuri po përpiqet të fitojë para dhe fam nga kjo situatë, akuzonin të tjerët. E vërteta ishte shumë më komplekse se çdo narrative thjesht. Të dy familjet po vuanin, të dy po përpiqeshin të bënin atë që ishte e drejtë. Edhe pse askush nuk e dinte se çfarë ishte e drejtë në një situatë kaq të pazakontë. Në shkollë Marku u bë një pseudocelebrite. Nxënësit e tjerë e shihnin me një përzierje të mahnitjes dhe lakmis. Disa provuan të bëheshin miq me të vetëm për të qenë pjesë e historisë. Të tjerë shmangin, të pasigurt për atë se si të sillen rreth tij. A është vërtet që ti je në fakt biri i presidentit? E pyesnin vazhdimisht. Marku nuk e dinte si të përgjigjej. Po, biologjikisht, Artan Kelmendi ishte babai i tij. Por Petriti, njeriu që e kishte mësuar të drejtonte biçikletë, që kishte qëndruar i zgjuar natën kur ai ishte i sëmur, që kishte punuar turne të dyfisht për t'i bler libra. Ai ishte babai i tij në çdo mënyrë që kishte rëndësi. Endri po përjetonte sfida të veta. Në shkollën e tij elitare, fëmijët e familjeve të pasura po bënin komente. Pra, tani e vetëm një djalë i zakonshëm nga periferit. E tallnin disa prej tyre, bodyguards ende ndiqnin, por tani ndjehej absurde. A ishte ende djali i presidentit? A e donte ende Artani kaq shumë tani që e dinte të vërtetën? Pavarësisht kaosit publik, dy familjet filluan takime të rregullta. Në fillim ishte sikletshme dhe e dhimbshme, por ngadalë filluan të njihnin njëri tjetrin. Markut i caktuan dhoma në rezidencën presidenciale për fundjava. Herën e parë që hyri në dhomën që do të ishte e tij, mbeti pa fjalë. Ishte më e madhe se gjithë apartamenti i tij me familjen Mërkuri. Mund ta dekoron siç të pëlqen, i tha Diana me butësi, duke u përpjekur të krijonte një lidhje. Ju faleminderit, tha Marku, ende i rezervuar. Artan u përpoq të kalonte kohë me djalin e tij biologjik. Ata ecën në kopshtet e rezidencës, biseduan për shkollën, për interesat. Diana më tha që je shkëlqyer në shkencë, tha Artan.
Do të mundja të çojë në Institutin e Shkencave. Ka miq atje që do të ishin të lumtur të tregonin laboratorët. Marku u ndez. Për një çast, ai harroi sikletin dhe foli me pasion për interesin e tij për astrofizikën. Artan dëgjoi, i habitur nga inteligjenca dhe pasioni i këtij djali. Ti më ngjason mua në atë moshë, tha Artan. Isha i obsesion me idet, me të kuptuarit se si funksionon bota. Ishte momenti i parë i një lidhje të vërtetë. Ndërkohë, Endri vizitonte familjen Mërkuri. Apartamenti i vogël ishte një tronditje për të, por ishte diçka e ngrohtë rreth tij, diçka që mungonte në villën e madhe. Ledia e trajtoi me butësi, duke i bërë ushqim, duke e pyetur për shkollën, për interesat e tij. Petriti e çoi në garazh, duke ia treguar si të ndreqte makina. Dëshiron të provosh, pyeti Petriti, duke i dhënë Endrit një qelës. Për herë të parë në jetën e tij, Endrit ju lejua të bënte diçka praktike, diçka me duart e tij. Ishte çliruese. Ky është më i miri që kam qenë ndonjëherë, i tha Endri Petritit teksa punonin së bashku. Askush nuk më trajton si diçka delikate që mund të thyhet. Petriti buzëqeshi. Sepse nuk je një djalë i fortë që mund të mësoj dhe të bëj gjëra të vështira. Por jo gjithçka ishte e bukur. Kishte konflikte, tensione, çaste kur situata duke e pamundur. Një fundjavë, Marku refuzoi të shkonte në rezidencën presidenciale. Nuk dua të shkoj, i tha Ledias. Ajo nuk është shtëpia ime. Ju jeni familja ime. Ledia e përqafoi, duke qarë me të. E di, djali im. E di që është e vështirë, por duhet të provosh. Ata janë gjithashtu familja jote. Jo, nuk janë, protestoi Marku. Ti je nëna ime. Baba është baba im. Kjo është shtëpia ime. Ajo natë, Ledia dhe Petriti biseduan deri vonë. Si mund ta bënin këtë më të lehtë për Markun duke mos e humbur atë? Në anën tjetër, Diana gjeti Endrin duke qarë në dhomën e tij një natë. Çfarë ka, zemra ime? Pyeti ajo, duke u ulur pranë tij. A më do ende? Pyeti Endri. Tani që e di që nuk jam vërtet djali yt, Diana ndjeu zemrën e saj të thyhej. Endri, ti je djali im në çdo mënyrë që ka rëndësi. Asgjë nuk do ta ndryshoj këtë kurrë. Gjaku nuk përcakton dashurinë. Atëherë pse duhet të shoh familjen tjetër? Pyeti ai. Pse nuk mund të mbetemi vetëm ne? Sepse ata të dashuruan për 15 vjet pa e ditur që nuk ishe biologjikisht i tyre, shpjegoi Diana. Ata meritojnë të njohin. Dhe ti meriton të dish nga vjen. Ishte një periudhë e vështirë për të gjithë. Kishte net pa gjumë, shpërthime emocionesh, dyshime konstante nëse po bënin gjën e duhur. Pas 6 muajsh eksperimentimi me rregullime informale, u bë qartë që një vendim ligjor ishte i nevojshëm. Cila familje do të kishte kujdestarin ligjore? Si do të ndaheshin kohët? Cila do të ishin të drejtat dhe përgjegjësitë? Çështja shkoi në gjykatë. Jo sepse familjet dëshironin të luftonin, të gjithë ishin lodhur nga lufta, por sepse sistemi ligjor kërkonte qartësi. Gjykatësi Ilir Hoxha, një figurë e respektuar me 10 vjet përvojë, u zgjodh për rastin. Ai e dinte që ky vendim do të vendoste një precedent për çdo rast të ngjashëm në të ardhmen. Seanca e parë në gjykatë ishte intense. Avokati i familjes Kelmendi argumentoi që Marku duhet të ishte me prindërit e tij biologjik, që kishin burimet për t'i ofruar mundësitë më të mira në jetë. Ky djalë është biri i presidentit të Republikës, argumentoi ai. Ai meriton të rritet në familjen e tij të vërtetë, me të gjitha mundësitë që ajo sjell. Avokati i familjes Mërkuri reagoi me pasion. Dashuria nuk matet në para apo pozicion. Petriti dhe Ledia Mërkuri e kanë rritur këtë djalë me gjithë zemër. Ata janë prindërit e tij të vërtetë në çdo mënyrë që ka rëndësi. Psikologët dhanë dëshmi rreth efekteve të shkëputjes nga prindërit që të kanë rritur. Ekspertët ligjor diskutuan precedent ndërkombëtar. Specialistë të mirëqenies së fëmijës folën për nevojat e adoleshentëve. Por momenti më i fuqishëm erdhi kur vetë djemt dhanë dëshmi. Marku qëndroi përpara gjykatësit, zëri i tij i qëndrueshëm pavarësisht nervozizmit. Zotëri gjykatës, filloi ai, për 15 vjet, Petriti dhe Ledia Mërkuri kanë qenë prindërit e mi. Kur isha i sëmur, ata qëndronin me mua. Kur fitova garën e shkencës në shkollë, ata ishin më të lumturit në botë. Kur nuk kishin para për libra, babai punonte 2 turne. Ata janë familja ime. Ai pushoi duke marrë frymë. Por në këto muaj kam njohur edhe Artan dhe Dianën. Ata janë njerëz të mirë. Artan ka përpjekur të më mësoj për qeverisjen, për përgjegjësinë. Diana më ka treguar dashuri.
Endri është si vëllai që nuk e dija se kisha. Çfarë dëshiron ti, Marku? Pyeti gjykatësi me butësi. Dëshiroj që të gjithë të jenë familja ime, tha Marku duke u përpjekur të mos qante. Nuk dua të zgjedh. Pse duhet të zgjedh? Endri pastaj dha dëshmërinë e tij. Unë u rrita me çdo gjë që paraja mund të blinte, tha ai. Por kur shkova në shtëpinë e mërkurve, kuptova se çfarë më kishte munguar. Petriti më mësoi të punoj me duart e mia. Ledia më trajtoi si një person normal, jo si diçka e çmuar që duhet mbrojtur. Por Diana dhe Artan janë prindërit që më kanë rritur. Kur isha i friksuar në natë, Diana vinte. Kur kisha nevojë për këshilla, Artani ishte aty. Ata janë prindërit e mi. Fjalët e djemve prekën të gjithë në sallën e gjyqit. Kjo nuk ishte një çështje ligjore e thjeshtë. Ishte një çështje zemre. Pas javësh konsideratash, gjykatësi Hoxha dha vendimin e tij. Kjo është ndoshta çështja më e vështirë që kam hasur ndonjëherë, filloi ai. Ligji na jep udhëzime, por ligji u shkrua për situata normale. Kjo nuk është normale. Ai shikoi të gjithë të pranishmit. Pas shumë meditimi, kam vendosur që të dy djemt do të kenë kujdestari të përbashkët nga të dy familjet. Murmurima u përhap në sallë. Kjo nënkupton, vazhdoi gjykatësi, që Marku do të jetojë kryesisht me familjen Mërkuri, por do të kaloj kohë të rregullt me familjen Kelmendi. Endri do të jetojë kryesisht me familjen Kelmendi, por do të kaloj kohë të rregullt me familjen Mërkuri. Por, dhe këtu ai ngriti dorën për të ndaluar reagimet, të dy djemt kanë të drejtën, kur të bëhen 18 vjeç, të zgjedhin vetë se si dëshirojnë të organizojnë jetët e tyre. Deri atëherë, të dy familjet kanë përgjegjësi ligjore dhe morale për mirëqenien e tyre. Përveç kësaj, vazhdoi ai, familja Kelmendi do të kontribuojë financiarisht për edukimin dhe nevojat e Markut, duke respektuar faktin që ata janë prindërit e tij biologjik me burime. Por kjo nuk duhet të interpretohej si blerje e dashurisë apo tentativë për ta larguar nga mërkurët. Vendimi nuk kënaqte plotësisht askënd, por ishte një kompromis që e pranuan të gjithë. Një vit pas vendimit të gjykatës, jetë kishte gjetur një lloj ekuilibri të ri. Marku vazhdonte të jetonte me Ledian dhe Petritin në apartamentin e tyre, por tani në një apartament më të madh që familja Kelmendi kishte ndihmuar ta bëjnë të mundur. Ai shkonte në kolegjin ndërkombëtar me bursë, por gjithashtu kalonte çdo fundjavë të dytë me Artan dhe Dianën. Marrëdhënia me Artan ishte zhvilluar. Presidenti e kishte quar Markun në Genev për të vizituar CERN, Organizatën Evropiane për Kërkime Bërthamore. Për Markun ishte ëndra e realizuar. Për Artan ishte kënaqësia e të parit djalin e tij biologjik duke shkëlqyer. Faleminderit, i kishte thënë Marku Artanit atë ditë. Jo vetëm për udhëtimin, por për të qenë i durueshëm me mua. E di që nuk kam qenë gjithmonë i lehtë. Artan e kishte vënë dorën në supë. Ti je djali im, Marku, pavarësisht se sa e vështirë është, kur nuk do të pushoj së provuari. Por Marku gjithashtu kishte një marrëdhënie të fortë me Petritin, që vazhdonte të ishte figura kryesore burrore në jetën e tij. Ata ende ndreqnin gjëra së bashku, bisnin për jetën, ndanin shaka. A je i lumtur, e kishte pyetur Petriti një ditë. Më shumë se sa mendoja se do të isha kur gjithë kjo filloi, kishte përgjigjur Marku. Është e çuditshme të kesh dy familje, por po funksionon. Endri gjithashtu kishte gjetur rrugën e tij. Ai vazhdonte të jetonte me Diana dhe Artan, por takimet e tij me Ledian dhe Petritin ishin bërë një thesar. Ledia e mësoi të gatuhte, të qepte, gjëra praktike që kur nuk kishte mësuar në jetën e tij të privilegjuar. Nëna ime, Diana, është mrekullueshme, i kishte thënë ai Ledias një ditë, por ti më mëson gjëra të ndryshme. Gjëra që më bëjnë të ndihem më i lidhur me jetën reale. Ledia kishte buzëqeshur. Ti do të jesh gjithmonë i veçantë për mua, Endri. Edhe pse nuk të kam rritur, je djali i zemrës sime. Më befasuese ishte marrëdhënia që kishte zhvilluar mes vet Markut dhe Endrit. Ata ishin bërë vëllezër në mënyra që askush nuk e kishte parashikuar. Flisnin çdo ditë, ndanin sekretet, mbështesnin njëri tjetrin. Është çuditëse, i kishte thënë Marku Endrit një ditë, se si ti je me familjen time biologjike dhe unë jam me tënden. Por në fund ne jemi të dy me të dyja familjet. Mendoj se kemi gjetur diçka që shumica e njerëzve nuk e kanë, kishte thënë Endri. Familje të zgjeruara. Jo vetëm 2 prindër, por 4. Jo vetëm një shtëpi, por 2. Ndërsa viti kalonte, interesimi publik u zbet ngadalë. Historistë e tjera morën vëmendjen e mediave. Njerëzit filluan ta pranonin situatën si normalitetin e ri për këto 2 familje.
Kishte ende komente, sigurisht. Kur Artan shfaqe në public me Markun, disa njerëz komentuan. Kur Endri shihet duke punuar në garazhin e Petritit, fotot qarkulluan në media sociale. Por intensiteti kishte rënë. Mamia Vjolca Dervishi, gruaja që kishte bërë gabimin fatal atë natë 15 vite më parë, kishte dhënë një intervistë publike, duke kërkuar falje me lot. Asnjë ditë nuk kalon pa u penduar për atë që ndodhi, kishte thënë ajo. Ishte një gabim human në një natë kaotike, por ka ndikuar në kaq shumë jetë. Nëse do të mundja të kthehesha në kohë, shumë njerëz i kishin treguar simpati. Të tjerë ishin më pak falës. Por në fund, edhe ajo kishte gjetur një lloj paqeje, duke u tërhequr nga puna dhe duke kaluar vitet e saj të fundit në lutje dhe meditim. Spitali kishte implementuar protokolle të reja, sisteme identifikimi më të mira, kontrollime të shumta për të siguruar që një gjë e tillë nuk do të ndodhte kurrë më. Në përvjetorin e dytë të zbulimit, të dy familjet organizuan një darkë së bashku. Ishte një moment simbolik, një shenjë se kishin ardhur shumë larg nga ajo natë kaotike kur e vërteta u zbulua. Rreth tavolinës së darkës, në rezidencën presidenciale, ulën Artan, Diana, Petriti, Ledia, Marku dhe Endri. Kishte edhe të tjerë, gjyshër, daja, teze, por bërthama ishte këtu. Do të doja të bëja një toast, tha Artan, duke u ngritur me gotën e verës. Për 2 vjet më parë, bota jon u tun. Mësuam një të vërtetë që ndryshoi gjithçka që mendonim se dinim për familjet tona. Por në këto 2 vjet, vazhdoi ai, mësuam diçka edhe më të rëndësishme. Familja nuk është vetëm gjak. Është dashuri, përkushtim, sakrificë. Petriti dhe Ledia, ju e keni treguar këtë çdo ditë për 15 vjet. Diana dhe unë u përpoqëm ta bëjmë të njëjtën për Endrin. Ai shikoi të 2 djemt. Marku, Endri, ju jeni më të fortit se çdo njeri prej nesh. Ju keni lundruar këtë situatë të pamundur me hir dhe pjekuri. Jeni shembull për ne të gjithë. Për familjen, tha ai duke ngritur gotën. Në të gjitha format e saj. Për familjen, përsëritën të gjithë. Ndërsa darka vazhdoi, kishte të qeshura histori për kujtim. Petriti dhe Artan zbuluan një pasion të përbashkët për futbollin. Diana dhe Ledia shkëmbyen receta gatimi. Marku dhe Endri komplotuan për të organizuar një udhëtim bashkë verën e ardhshme. Ishte një moment paqeje, një dëshmi për forën e qenjes njerëzore dhe aftësinë për ta bërë punën edhe në rrethanat më të pazakonshme. 5 vjet pas zbulimit, Marku dhe Endri ishin 20 vjeç, të dyja në universitet. Marku studionte astrofizik në THZ, një prej universiteteve më prestigjioze në Evropë. Artan dhe Diana kishin financuar edukimin e tij. Por Petriti dhe Ledia e vizituan çdo muaj. Ai e konsideronte veten i bekuar që kishte 4 prindër që e mbështesnin. Në një intervistë për një revistë shkencore, ai ishte pyetur për historinë e tij të jashtëzakonshme. E vërteta, kishte thënë ai, është që fati më dhuroi diçka që shumica e njerëzve nuk e kanë. Një familje zgjeruar plot dashuri. Po, ka pasur sfida. Po, ka qenë e vështirë. Por në fund, jam produkti i dashurisë së 4 njerëzve të jashtëzakonshëm. Dhe kjo më ka bërë atë që jam. Endri kishte zgjedhur një rrugë të ndryshme. Ai kishte refuzuar të ndiqte politikën, pavarësisht presionit të lehtë nga Artan. Në vend të kësaj, ai kishte hapur një qendër sociale në lagjen ku Petriti dhe Ledia jetonin, duke ofruar kurse për të rinjt, punëtori, mbështetje. Kam jetuar në të 2 anët, kishte shpjeguar ai në hapjen e qendrës. Kam parë si privilegjin edhe varfërinë. Kam mësuar nga të dyja. Tani dua t'u jap të tjerëve mundësi që unë pata. Diana dhe Ledia punonin vullnetarisht në qendër. Artan e vizitonte rregullisht, duke sjell kontakte dhe burime. Petriti mësonte kurse mekanike. Ishte një cikël i plot. 2 familje që u ndan nga një gabim, u bashkuan nga dashuria. Kjo histori është një kujtesë se familja nuk definohet vetëm nga ADN-ja. Dashuria, përkushtimi dhe sakrificë që prindërit bëjnë biologjik apo jo, janë ajo që vërtet ka rëndësi. Marku dhe Endri ishin të bekuar në një mënyrë të çuditshme që kishin 5 vjet me 2 familje. Shumica e njerëzve nuk do ta zgjedhnin këtë rrugë, por për ata funksionoi, dhe ndonjëherë tragjedia më e madhe mund të çojë në bekimet më të papritura. Jo menjëherë dhe jo pa dhimbje, por në fund me durim, dashamirësi dhe dashuri, edhe situatat më të pamundura mund të gjejnë zgjidhje. Historia e djemve të shkëmbyer në maternitet u bë një legjendë në Shqipëri. Një kujtesë se jeta mund të jetë e pakta surprizuese, por dashuria njerëzore mund të triumfojë edhe në situatat më të vështira.